Çdo musliman, çdo rob i Zotit musliman që i fal 12 rekat sunet përveç farzeve, 12 rekat sunet përveç farzeve, Allah ja maron atij një shtëpi në xhenet. Cilat janë ato 12 rekat sunet e veç farzeve? 2 sunet sabahit, 6 drekës, 4 përpara, 2 mas farzit, 6 edhe 2 sabahit, 8 2 mas farzit akshamit, 10 edhe 2 mas farzit e jacis bëjnë 12. Kush i fal përveç farzeve sabah drekëqin një aksham jaci, përveç farzeve edhe 12 rekat sunet që to që i përmenda, Allah ja ndërton atij një shtëpi në xhennet. Prandaj unë muj me thonë lirisht se në emën të fesë po flas si hoxh, si predikues i fjalës së Allahut. Allah i na bof nasib me predikua fjallën e ti deri në vdekje, ja Rabbi. Po ai që e fal vetë gjumon, shka i ka halët. Prandaj jo vllazën që jini këtu në këtë xhami, merrni këtë fjallë dhe punoni gjithë ditën. Çka po ju tham? Mos ma merrni fjallën çka kam kallëzua ku çka tha, po merrni fjallën çka do të bësh me atë fjalë. Ti jo vlla musliman që po e falish vetëm gjumon. Ku e kje sabahin e sodit? Ku e kje i qinin e sodit? Po kujtojsh që sot gjumon një këm falë këtu, edhe deri sot një javë ma nuk shifemi Hoxha Efendi. Bile edhe sot e ke zgatë pak tepër. Përveç farzeve kush i falë edhe këta 12 recatët. Qofshin që falen në shtëpi, qoftë që falen në xhami, se edhe në shtëpi falet suneti, normal. Dikush kush nuk pe e di që edhe në shtëpi falet, po na sulmon këtu pak në xhami, hosh ti këta trit, s'pi këshillojsh pak, çka bre, s'pe falin ta sunetin. Jo, ata që po e lexojnë falin të shtëpia, nuk e lën ata. Jo. Ose po e fal farzin këtu edhe më një herë po del, ai edhe 2 sunet s'pi fal, i falen. Dikush po sulmon çështu a din, po çka më bë, s'ka gajle. Prandaj keni kujdes, jo vetëm farzin e gjumës sot. Sa herë keni nguat vjershen, ba jo na nuk bazohemi në vjersha të me vlydit, emri Zotit thasht 5 vakte me i fal. Nga se gjithë prej kësaj dinjaje, kanë medal 5 vaktin. Allah ju bon prej 5 vakët live, ja Rabbi. Edhe namazin në vaktet e veta, jo me falë ty kur të tekët. Se dikush rri gjithë natën në internet edhe në filma, edhe bjere flemë 2-3 natës, ajo lodhë, sa katu, ta një kërqohet 9, 10, 11, po më rabdes me falë sabahin. Njën ja kish nis me knua e zonin e drekës, e zonë të sabahit, në drek, në Ramazan. Edhe pe knojke, mas hajjale al-falah, në drek pe knojnë këta. As-salatu khajrum minan naum, namazi maj mirë se gjumi. Kjo është për sabah, në qerat e zonës ka. A gjoni pi gjemat live, o Hoxha Efendi, gabove, tha se kjo e zoni sabahit ke as-salatu khajrum minan naum. Ja, tha s'kom gabut, ja pëshiket janë në gjumë. Këta ketë janë në gjumë, së gabim, ta ma me kam knua, une që ta është sabahin e kanë kjo milet. Prandaj, kujdes me namazin, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, si të ndreqet robi, ditën e kiametit, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yawmil qiyamah as-salah, mas pari që do të mirët në gjykim ditën e kiametit robi namazin. Si të ndreqesh me Allahun me namaz, kanë mu letësua punët tjera, inshallahu ta'ala. Por arsye se namazi është lidhja jote drejt për drejt me Allah. Lidhja jote drejt për drejt me Allah është namazi. Prandaj fjala namaz në arabisht është salat. Keni ndëgjua kur thotë muezini hayya ala salah, e ani në salah. Po kjo namaz ka ardhur prej turqishtës, tani më përpara ka qenë prej persishtës, kështu që nuk është as në turqe, as në shqipe, është në persishte. Salah na marrim drejt prej originalit hayya ala salah, e ani në lidhje, namaz. Do me thonë lidhje, sala lidhje. Qfar lidhje? Në mes teje dhe
Allahu Gjelle Gjelalu. E janë në lidhje, prandaj si të lidhesh me Allahun boll, edhe çish ka hije, çish duhet, mos u bëjt gajle për çerat sende, Allahu të forcoft.